si ajo euroatlantike, si e ka Taulanda. Përshëndetje Taulanda, urime për guximin. Po Edi Rama, unë kam guxim sepse jam një njeri pa korruptuar. Pas meje është teatri që ti e shembe bashkë me shokët e tu që e di vetë se ku i ke. Po të lëvizim pak më këtej, ke galerinë e arteve që nuk e dim prej sa kohësh është e mbyllur. Ke ndërmend bësh ndonjë kull aty? Muzeu Kombëtar. I mbyllur prej sa vitesh edhe nuk dihet kur do të hapet. Po kështu, pas meje. Këtu në Pallatin e Kulturës është Biblioteka Kombëtare. E përmbytur, e djegur. Në 12 vite, ti nuk bëre dot një bibliotekë të re kombëtare apo një bibliotekë të re për Tiranën. Në 12 vite, po kështu, i ke vënë syrin teatrit të kukullave. Po cirku, ku e zhduke? Në 12 vite ti nuk bëre dot një ligj për artin edhe për kulturën. Në 12 vite nuk aprovove tax rebate që aq shumë ta kërkojnë artistët e kinematografisë. Ministrinë e Kulturës e mbylle dhe e fute në sqetullën e Ministrisë së Ekonomisë. Artistët i bëre më të varfër nga ç'i gjete. Ke një përgjigje për këtë?